A jeni edhe ju I humbur, e pyeti vajza vogël ekzekutivin e vetmuar në aeroport. Ajo që ai bëri më pas ndryshoi gjithçka. Aeroporti ndërkombëtar jehonte nga kaosi I udhëtarëve të festave të Krishtlindjes. Ishte vigjilja e Krishtlindjes dhe çdo terminal ishte I mbushur me pasagjerë të etur për të mbërritur në shtëpi. Altovarlantët kërcisnin çdo pak minuta, duke njoftuar vonesa dhe ndryshime porte me një zë monoton, mezi I dëgjueshëm mbi zhurmën e turmës. Njerëzit vraponin nga njëra anë në tjetrën, tërhiqnin valixhe, përpiqeshin të mbanin filxhan kafeje dhe kontrollonin telefonat e tyre. Gabriel Silva qëndronte I palvizur mes gjithë atij zhurmë. Ai zinte një vend pranë një dritareje të madhe, I fshehur në një cep më të qetë të terminalit të dytë, larg rrëmues së sallës kryesore. Jashtë, avionët ishin të ndalur dhe flokët artificial të borës nga dekorimet e Krishtlindjes vallëzonin në vitrinat e dyqaneve. Një njoftim vonese pulsonte në ekran mbi portën e tij. Fluturimi I tij ishte shtyr pa afat. Gabriel nuk reagoi. Palltoja e tij e zezë prej leshi varej mbi shpinën e karriges. Një çantë lëkure pushonte pranë këpucëve të tij të lustruara dhe, në mënyrë të çuditshme, pranë tij ndodhej një arush I vogël pellushi I vjetër. Arushi nuk përputhej me burrin. Gabriel ishte pamja e kontrollit. Kostum I qepur me porosi, orë argjendi, prerje flokësh e përkryer. Por arushi ishte qartazi I vjetër. Një qepje ishte qarë në njërin vesh dhe një nga sytë e butonit ishte paksa I shtrembër. Ai e mbante me kujdes, jo si një ekzekutiv që kapet pas një sendi pa vlerë, por si një baba që kujton një vajzë. Ishte një dhuratë ditëlindjeje, një dhuratë që kur nuk arriti tek ajo. Fytyra e tij mbetej e palexueshme, por sytë e lodhur, të errët e të largët, tregonin një histori tjetër. Nuk ishin të fiksuar në ekrane, as te njerëzit, por diku tjetër. Ndoshta disa vite më parë, ndoshta edhe më larg. Pa pritur, ai ndjeu një tërheqje në mëngë. Gabriel u drodh dhe u kthye. Para tij qëndronte një vajzë e vogël, jo më e madhe se 5 vjeç. Faqet I ishin skuqur nga ajri I ftohtë I kondicionuar. Kaçurelat e saj kafe dilnin poshtë një kapeleje të thurur në formë maceje. Ajo shtrëngonte një çantë të vogël shpine në gjoks, me zinxhirin paksa të hapur, nga ku dukej cepi një libri me tregime. Ajo anoi kokën dhe e pyeti me seriozitet, a jeni edhe ju I humbur? Mund t'ju ndihmoj të gjeni mamin tuaj. Gabriel mbeti I ngrirë. Nga të gjitha fjalët e të gjitha njerëzve, kjo zë I vogël, kaq I pafajshëm dhe I sigurt, çau muret e tij të ndërtuara me kujdes. Hapi gojën për të thënë se nuk ishte I humbur, por fjalët nuk dolën. Ai pa sytë e saj të mëdhenj, të rumbullakët, plot dril. Në to nuk kishte frikë, vetëm mirësi, diçka e guximshme dhe diçka që ai nuk e kishte parë prej kohësh. Besim. Në vend të kësaj, ai pyeti butë, po ti, a je e humbur? Vajza pohoi me kokë, por buzëqeshja nuk ju shua. Mami ishte këtu, por pastaj pash dyqanin e ëmbëlsirave dhe kur u ktheva, ajo nuk ishte më. Por është në rregull, po e kërkoj. Do të vish me mua? Gabriel hezitoi. Logjika I thoshte se ajo ishte fëmia I dikujt tjetër. Dikush me siguri po e kërkonte. Duhej të njoftonte stafin, të ndiqte rregullat. Por nuk lëvizi. Kjo vajzë e vogël I kishte prishur heshtjen dhe kishte sjellë në sipërfaqe diçka që ai mendonte se e kishte varrosur përgjithmonë. Ai u ngrit ngadalë dhe ajo I zgjati dorën e mbuluar me një dorez roz. Ai pa dorën e saj, pastaj arushin në karrige dhe përsëri dorën e saj. Ta gjejmë së bashku, tha. Ajo buzëqeshi sikur të kishte fituar një çmim dhe futi dorën në të tijen me besim të plotë. Filluan të ecin larg dritares, kaluan kontrolle sigurie, zona ushqimi dhe dyqane suveniresh. Ai nuk foli, vetëm e ndoqi hapin e saj. Gishtat e saj të vegjël u mbështollën rreth të tive. Ajo fliste për karamelet, për këngët që I këndonte mamaja kur kishte frikë. Gabriel dëgjonte. Dëgjonte vërtet për herë të parë pas shumë kohësh. Disa njerëz I shikonin duke kaluar, disa buzëqeshnin, të tjerë ndalonin për t'i parë 2 herë. Një burr I gjatë me kostum të zi duke ecur dorë për dore me një vajzë të vogël me kapel maceje. Për botën dukeshin si baba e bi, por për Gabrielin ishte diçka tjetër. Për herë të parë pas vitesh, ai nuk mendonte për takime apo afate. Nuk ishte I mbytur nga dhimbja, nuk po fshihej nga Krishtlindjet. Po ecte, po shkonte përpara. Ta shohim fillimisht dyqanin e ëmbëlsirave, sugjeroi vajza, duke I tërhequr krahun.
Ajo I tregoi për maman e saj, për flokët e saj të verdh si dielli dhe syzet që mbante kur shkruante. Po shkruante një histori për një breshk që mësonte të fluturonte. Në histori gjithçka është e mundur, tha ajo me krenari. Ai ndiu një ngrohtësi të papritur në kraharor. Kaluan pranë zonës së lojrave, por nuk gjetën asnjë shenjë të nënës. Në fund, një punonjës I aeroportit I pyeti nëse vajza ishte e tij. Gabriel hezitoi, por sytë e vajzës ishin plot besim. Po, tha ai bull, po kërkojmë maman e saj. Ata u drejtuan drejt sportelit të informacionit. Vajza filloi të këndonte një melodi të njohur të Krishtlindjes. Nuk ke frikë, e pyeti ai. Jo. Mami thot se kur je e humbur, duhet të jesh e sjellshme dhe magjia të gjen. Ai u mendua për një çast. Ndoshta edhe unë besoj pak. Diku tjetër, një grua me flokë të çrregullt nga vrapimi fliste me një oficer sigurie. Ajo përshkruante vajzën e saj me kaçurela kafe, pallto të kuqe dhe çantë maceje. Zemra I rrite fort, por përpiqej të qëndronte e qetë. Njoftimet u bën nëpër altovarland. Kur Gabriel dhe vajza I u afruan zonës së sigurisë, një stewardess I ndaloi dhe I çoi përpara. Sapo vajza pa nënën e saj, sytë ju ndriçuan. Mami. Ajo vrapoi dhe u hodh në krahët e saj. Gruaja e shtrëngoi fort, me lot në sy. Je mirë? Je mirë? Vajza qeshi dhe u mbështoll pas qafës së saj. Pastaj nëna ngriti sytë dhe pa burrin që e kishte sjell vajzën e saj. Ai qëndronte pak më tutje, gati të largohej pa u vënë re. Prisni, I tha ajo. Ju ma kthyet vajzën. Unë vetëm I bëra shoqëri, u përgjigj ai. Ajo e bëri gjithçka. Gruaja I shtrëngoi dorën. Faleminderit, quhem Klara. Gabriel, tha ai. Për një çast, zhurma e aeroportit u zbe. Ishin vetëm ata të tre. Klara vuri re diçka në duart e vajzës. Një arush I vjetër pellushi. Nga e more këtë, zemër? Vajza e rrotulloi arushin bull. Ishte në çantën e tij. Ai duke I vetmuar. Klara e pa Gabrielin me butësi. Dhe në atë çast, diçka e vjetër dhe e harruar u zgjua në zemrën e tij, si një dritë e vogël në mes të dimrit. Gabriel. Ai bëri një pauzë. Pastaj ofroi buzëqeshjen më të vogël. Ajo I përkiste dikujt të rëndësishëm. Klara nuk pyeti më. Nuk kishte nevojë. Dhe disi, në atë mirëkuptim të heshtur, diçka e pashprehur kaloi mes tyre. Kapitulli I 4. Stuhia jashtë kishte paralizuar edhe më shumë fluturime. Aeroporti gumëzhinte nga tensioni ndërsa njerëzit vraponin në kërkim të informacioneve. Formonin radhë të gjata ose shpërndaheshin nëpër karrige duke u përpjekur të gjenin pak rehati. Lart, një tjetër njoftim jehuoj. Një fluturim u anulua. Përditësimi I radhës do të jepej më vonë. Klara pa panelin, me dorën e saj të vendosur butësisht mbi shpinën e sofisë. Vajza kishte rënë në gjumë në krahët e saj, e ngrohtë, e sigurt, por plotësisht e lodhur. Klara hodhi një vështrim përreth. Shumica e vendeve për të ngrënë ishin të mbushura. Disa karrige ishin ende të lira, por mendimi për të kaluar orë të tëra ulur mbi plastik të ftohtë e bëri të dridhej. Pranë saj, Gabriel shikoi orën dhe, sikur të merrte një vendim në heshtje, u kthye nga ajo. Ka një vend lart, tha ai. I qetë, me ushqim të ngrohtë. Do të doni të vinit me mua? Klara u befasua. Nuk ka nevojë, u përgjigj. E di, tha ai bull. Por do të doja. Ju të dyja dukeni sikur keni nevojë për pak pushim. Klara hezitoi vetëm një çast, pastaj pohoi me kokë. Do të doja. Faleminderit. Kafeneja nuk ishte luksoze, vetëm një lokal I vogël I fshehur mbi sallën kryesore, por ishte I qetë, me drita të buta dhe kabina në qoshe, ku kaosi I aeroportit shuhej në një murmurim të largët. Një kamariere I çoi në një kabinë pranë dritares. Gabriel e ndihmoi Klarën të shtrinte sofin mbi sediljen e butë, duke palosur pallton e saj si një jastëk të improvizuar. Vajza u përkul menjëherë, frymëmarrja e saj e qetë dhe e rregull. Porositën ushqime të thjeshta, supë, bukë, çaj të nxehtë dhe për një kohë hëngrën në një heshtje të rehatshme, e ndërprer vetëm nga tingulli I lugëve dhe ndonjë njoftim I largët. Klara e vështroi Gabrielin teksa ai përziente çajin.
Pavarësisht pamjes së tij të përkryer, kostumit të qepur me porosi dhe orës elegante, kishte diçka të qetë dhe të qëndrueshme tek ai, diçka papritur e butë. Ajo kolliti lehtë. E vlerësoj shumë këtë. Duhej të ishte vetëm një ndalesë e shkurtër. Nuk I llogarita këto vonesa. Ku po shkoni? E pyeti ai. Në Portland, tha ajo. Një qytet I ri, një fillim I ri. Kam një shoqe që na ofroi një vend për të qëndruar ndërsa kërkoj punë. Natën shkruaj libra për fëmijë, por shumicën e kohës jam kamariere. Ka qenë e vështirë. Gabriel pohoi me kokë. Kjo është guxim. Klara buzëqeshi lehtë. Disa ditë duket si guxim. Shumicën e ditëve duket thjesht si mbijetesë. Kamariere u kthye qetë me një filxhan shtesë dhe një çajnik të ri. Pastaj, për habin e Klarës, vendosi një batanie të vogël leshi mbi trupin e fjetur të Sofisë. Nuk e kërkova këtë, tha Klara e hutuar. Kamariere buzëqeshi dhe hodhi një vështrim nga Gabriel. Ai e kërkoi. Tha se vogëlushja mund të ishte ftohtë. Klara e pa. Nuk kishe nevojë. Ai ngriti supet. Dukej sikur kishte nevojë. Zemra e Klarës u shtrëngua papritur. Shumica e njerëzve nuk vërejnë, murmuriti ajo. Gabriel e pa në sy. Po bën një punë të mirë. Shpresoj që dikush ta ketë thënë këtë së fundmi. Klara mbeti pa fjalë. Nga të gjitha gjërat që priste të dëgjonte nga një I huaj, kjo ishte e fundit. Jo kaq e butë, jo kaq e nevojshme. Jo, tha me zë të ulët. Jo kohët e fundit. Atëherë më lejo të jem I pari, tha ai. Për herë të parë pas shumë kohësh, Klara nuk u ndje si dikush për të cilin kishin keqardhje. U ndje e parë, e kuptuar. Ajo pa Sofin, duke fjetur qetësisht në mbatanie, pastaj u kthye nga Gabriel. Faleminderit. Ai pohoi lehtë, fytyra e tij më e butë se më parë. Dhe kështu, mes një aeroporti të mbushur me vonesa dhe të huaj, ndodhi diçka e rrallë. Jo një shpëtim, jo një romancë, por një lidhje e thjeshtë, e papritur, e vërtetë. Kapitulli I 5. Bora kishte vazhduar gjithë natën, duke mbajtur avionët në tokë dhe duke lodhur të gjithë. Në mëngjes, zhurma e aeroportit ishte zbutur në një murmurim më të qetë. Pasagjerët ishin të raskapitur, fëmijët të paduruar, njoftimet të përsëritura. Për të lehtësuar turmën, stafi I kompanisë ajrore filloi të udhëzonte udhëtarët drejt zonave të pritjes sipas biletave. Një stjuardes I afrua Gabrielit dhe I tha se tani mund t'i shoqëronin në sallonin VIP. Ai pohoi dhe u kthye nga Klara dhe Sofia. Klara hezitoi. Nuk ka nevojë të na përfshini. Por Sofia I tërhoqi mëngën. Mund të shkojmë, mami? Zoti Gabriel tha se ka çokoladë të nxehtë. Gabriel buzëqeshi lehtë, madje edhe marshmallow. Klara I pa të dy. Nuk I pëlqente të ndihej si dikush që varri nga të tjerët, por kjo nuk ishte vetëm për të. Dhe për herë të parë, një pjesë e saj donte të thoshte po. Ajo pohoi. Salloni VIP ishte një botë tjetër, I qetë, I ngrohtë, me drita të buta, koltuk të rehatshëm dhe një bufet që I ndriçoi sytë e Sofisë. Gabriel u mor me regjistrimin, ndërsa Klara e ndihmonte vajzën të hiqte pallton. U ulën pranë dritareve të mëdha, ku Bora ende binte ngadalë. Gabriel hapi laptopin, ndërsa Klara vëzhgonte Sofin teksa zbulonte këndin e vogël të lojrave. Pak më vonë, vajza u kthye me një lojë damash. Të luajmë, tha ajo. Kush humb, tregon një sekret të vërtetë. Klara qeshi. Kujdes, ajo gjithmonë fiton. Gabriel e mbylli laptopin. E pranoi sfidën. Sofia fitoi, pastaj fitoi sërish. Gabriel qeshi dhe tregoi një histori nga fëmijëria e tij. Klara qeshi me të madhe. Loja e radhës nuk përfundoi kurrë. Sofia u përgjum dhe u mbështoll në cep të divanit. Klara e mbuloi me pallton e saj. Gabriel I shikonte me një nderim të heshtur. Pak më vonë, Sofia nxori nga çanta një biskot të vogël dhe ia dha Gabrielit. Gjërat e mira duhen ndar, murmuriti ajo. Ai e mori me kujdes, me fytin e shtrënguar. Ishte dhurata e parë pa kushte që kishte marrë prej vitesh. E ruajti si kujtim. Më vonë, një punonjes I kompanisë ajrore I njoftoi se fluturimi I tyre mund të rifillonte së shpejti. Klara pa Sofin, pastaj Gabrielin. Të tre e ndjen se ky kapitull I qetë po I afrohej fundit.
Gabriel nxori një blok të vogël, shkroi diçka dhe ia dha Klarës. Ishte adresa e tij elektronike dhe titulli i librit për fëmijë që ajo kishte përmendur. Ai e kishte mbajtur mend. Klara buzëqeshi, duke u ndier sërish e parë. Ka gjëra që nuk I them si duhet, tha ajo. Por faleminderit që na pe, që ishe I sjellshëm pa kërkuar asgjë. Ai tundi kokën. Ti kur nuk kishe nevojë të shpëtoheshe, Klara, por ishte bukur të ecja pranë teje për pak kohë. Sofia e pa me sytë e saj gjithmonë të mëdhenj e të rumbullakët. A do të jesh në të njëjtin fluturim Krishtlindjen tjetër? E pyeti. Gabriel buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje që nuk I arrinte plotësisht sytë. Do të përpiqem, tha but. Pastaj u ul në nivelin e saj dhe I zgjati dorën. Faleminderit që luajte dam me mua dhe për biskotën. Sofia shkëlqeu dhe, në vend të kësaj, I dha një përqafim të madh. Dhe ashtu, pa zhurmë, ato u larguan. Zona e embarkimit ishte plot. Klara dhe Sofia gjetën vendet e tyre dhe pritën. Ndërsa avioni lëvizte drejt pistës, Klara futi dorën në çantë për të nxjerrë bllokun e vizatimit të Sofisë dhe gjeti diçka që nuk e kishte paketuar. Një arush I vogël pellushi, I vjetër. Ishte I njëjti që Sofia kishte mbajtur fort natën e parë në aeroport. Ai që kishte qenë pranë Gabrielit në heshtje. Klara e shikoi e tronditur. Sofia e vuri re dhe e mori. Ai na e ktheu, tha. Klara nuk foli për një kohë të gjatë. E rrotulloi arushin ngadalë, sikur ai të mund të përshpëriste diçka nëse do ta mbante me mjaft butësi. Nuk kishte shënim, as etiket, vetëm arushi, por disi ai thoshte gjithçka. Një vit më vonë, përsëri në Sao Paulo, qyteti ishte po aq I zhurmshëm dhe I shpejt sa gjithmonë. Gabriel hyri në zyrën e tij në katin e fundit, shkundi lagështinë e verës nga xhaketa dhe u ndal në prag. Dhoma ishte e përkryer, moderne, e rregullt, por një lloj qetësie I rrinte tani ndryshe. U ul në tavolinë dhe pa fotografinë që kishte qenë gjithmonë aty. Vajza e tij duke buzëqeshur gjerë, e ngrirë në kohë. Futi dorën në portofol dhe nxori biskotën e mbështjell me letër. Ende aty, ende e sigurt. Pastaj, ngadalë, hapi laptopin dhe nisi të shkruante një mesazh për Klarën. Subjekti ishte, histori për gjumë. Gishtat I qëndruan pezull mbi tastier dhe pastaj shkroi, njëherë përmende historinë tënde të preferuar për gjumë. E bleva librin. Është I mrekullueshëm. Ashtu si ti. E pa ekranin për një kohë të gjatë. Pastaj, pa u menduar shumë, shtypi dërgo. Nuk kishte premtime, as pritshmëri, vetëm një fillim, vetëm një zgjedhje. Gjithçka kishte nisur me një mesazh falënderimi nga Klara, dërguar ditën pasi ajo dhe Sofia kishin mbërritur në Portland. Ajo kishte shkruar nga tryeza e kuzhinës së apartamentit të vogël të ri, me Sofin që flinte thellë pranë saj, duke përqafuar arushin e pellushit që Gabriel kishte lënë. Shpresoj që takimet e tua të kenë shkuar mirë. Faleminderit sërish për çokoladën e nxehtë, lojen, për mirësinë e qetë. Sofia thot se I mungon shoku I saj I Krishtlindjes. Gabriel e lexoi mesazhin vonë natën, vetëm në apartamentin e tij me pamje nga qyteti. Qëndroi për një kohë të gjatë mbi butonin e përgjigjes. Pastaj shkroi, takimet shkuan mirë. Aeroporti ishte më I mirë. Thuaj Sofis se edhe mua më mungon. A mashtron ende në dam? Ishte e shkurtër, por hapi një derë që asnjëri nuk e mbylli plotësisht. Gjatë javëve në vijim, mesazhet vazhduan. Ndonjëherë ishin vetëm disa rreshta, një libër që I pëlqente Sofis, një moment qesharak nga puna e re e Klarës, një foto e një filxhani që Gabriel kishte thyer në zyrë. Ngadalë, u bën më të gjata, më të thella. Histori të treguara pas mesnate, kur Sofia flinte dhe qyteti për te I dritares së Gabrielit më në fund qetësoi. Një natë, Klara shkroi, Sofia pyeti nëse e njeh personalisht baba gjyshin. Këmbëngull se kushdo që jep çokoladë dhe mban një arush duhet të jetë miku I tij. Gabriel u përgjigj, nuk e njoh baba gjyshin, por njoh një vajzë të guximshme që beson në magji më shumë se kushdo që kam njohur. Një pasdite, erdhi një mesazh me një bashkëngjitje. Kjo është diçka ku kam punuar. Historia ime më e fundit. Gati e fshiva, por mendova se ndoshta do të doje ta lexoje, pa asnjë presion. Skedari quaj, vajza që u humb, por gjeti gjithçka. Gabriel e hapi me qëllimin për t'i hedhur një sy. Nuk u ndal deri në rreshtin e fundit. Ishte për një vajzë në një aeroport, një burr të gjatë, një arush, një biskoll.
Dhe për mënyrën se si ndonjëherë shtëpia nuk është një vend, por një dorë që kërkon kur ke frikë. Disa pjesë e bën të qeshte, të tjera i shtrënguan fytin. Vajza ishte Sofia, por edhe jo. Burri ishte ai, por më i butë, më i guximshëm. Nëna ishte Klara, në gjithë forcën e saj të qetë. Ai nuk u përgjigj atë natë. Në vend të kësaj, ja dërgoi dorëshkrimin një botuesi që njihte dhe i besonte. Lexoje këtë, shkroi. Thjesht lexoje. Nuk i tha asgjë Klarës. Për ditë të tëra, mesazhet mes tyre vazhduan normalisht, shaka, histori, vizatime të Sofisë të skanuara dhe dërguara me tituj si Zoti Gabriel dhe Arushi. Pastaj, 2 javë më vonë, Klara ul sërish në tryezën e vogël të kuzhinës dhe kontrolloi postën elektronike para darkës. Pa arreshtin e subjektit dhe i mbeti fryma. Do të donim ta botonim librin tuaj. E lexoi mesazhin disa herë me zemrën që i rrite fort. Nota e botuesit ishte e ngrohtë, personale, plot entuziazëm. Historia i kishte prekur thellë. Paragrafi i fundit e bëri të dridhej. Fliste për mirësinë e gjetur kur nuk e pret, për një takim të vërtet në aeroport ku magjia nuk kishte nevojë për drerë, vetëm për 2 të huaj dhe një vajzë të vogël që besonte në mrekullitë e duhura. Ajo e dinte kush e kishte dërguar. Hapi mesazhin e fundit të Gabrielit dhe filloi të shkruante. E lexove, apo jo? Dhe e dërgove pa më thënë. Pastaj shtoi, ti nuk kishe nevojë të rregulloje asgjë për mua. Por gishtat vazhduan. Megjithatë, më kujtove se ndoshta, vetëm ndoshta, ishte në rregull të lejoja dikë të besonte në mua para se të besoja unë vetë. Dhe e dërgoj. Në anën tjetër të vendit, ndërsa shiu i verës binte lehtë mbi Sao Paulo, Gabriel lexoi përgjigjen e saj, mbylli laptopin dhe u mbështet në karrige me zemrën pak më të lehtë. Nuk u përgjigj menjëherë. Disa momente meritonin heshtje, atë lloj heshtjeje që ulet butë si shiu, para se të shndërrohet në diçka më shumë. Aeroporti ishte po aq i zhurmshëm, plot drita dhe udhëtar të lodhur, sa kishte qenë një vit më parë. Por Gabriel nuk ishte më i njëjti. Ai qëndronte në portat e mbërritjes, jo në një sallë private, jo me kostum, jo duke u fshehur. Vishte një këmishë blu të errët, xhinse dhe mbante vetëm një tuftë të vogël lulesh vere dhe një kopje të fortë të librit Vajza që u humb, por gjeti gjithçka. Kur i pa mes turmës, zemra i u mbush. Klara me flokët e saj të verdhë të lidhur dhe Sofia, pak më e rritur, por me të njëjtët sy të guximshëm, duke tërhequr një valixhe roz. Sofia e pa e para dhe vrapoi drejt tij me krah hapur. Ai u ul dhe e përqafoi fort. Nuk ju gjeta, tha. Erdha aty ku e dija se do të ishit. Klara u afrua, e pasigurt. Përshëndetje, tha. Përshëndetje, ju përgjigj ai. U pan për një çast të gjatë. Në krahët e Sofis ishte ende Arushi i vjetër. Gabriel e vuri re dhe buzëqeshi. Si ishte fluturimi? I gjatë, tha ajo. Por tani jemi këtu. Ai mori frym thellë. Nuk është perfekte. Kemi ende qytete të ndryshme, jetë të ndryshme, shumë për të zgjidhur. Por kjo është e vërtetë. Dhe nëse më pranoni, do të doja të jem pjesë e rrugës suaj. Klara i mori lulet dhe pëshpëriti, është momenti më i bukur që kam pasur prej vitesh. Sofia kapi duart e të dyve. Mund të shkojmë tani? Dua akullore dhe diçka të ëmbël. Gabriel qeshi. Ti je ende shefja. Dhe dolën së bashku në ajrin e ngrohtë të qytetit, duke e ditur se nuk kishin më nevojë të kërkonin. Ata tashmë ishin gjetur.